Këngëtari i njohur dhe fituesi i Big Brother VIP Albania Luis Eili, pak minuta më parë ka ndarë lajmin e trisht me ndjekësit. Ai ka njoftuar se ka ndëruar jetë miku i tij. Shkruan Kosovarja, sot u trishtova pamas kur mora lajmin për ndarjen nga jeta të Ervin Hotit. Ervini nuk është vetëm një kameraman, por një mik i rrugtimit tim artistik. Ai ka qenë aty në hapat e parë tek ethet e së premtes mbrëma, në festivalet e RTS-s, në koncertet e intervistave, duke fiksuar me kamerën e tij kujtime që mbetin të gjalla edhe sot, i qetë, i përkushtuar dhe i gjithmonë me bullqeshje, ishin fjalët e Luis Eilit për të ndarjen të papritur nga jeta të një operatori të radio-televizionit shqiptar. Dasma e prezantueses Sindi Marina me Genar Topallin, djalin e ish kryeparlamentar në Res Josefina Topalli, ka qenë një nga temat më të komentuara të ditëve të fundit, por vëmendjen e mori edhe komenti i moderatore sportive Eva Murati, ish partnerja Genar Topallit në një nga videot e saj në TikTok. Pra, ti po në thua se nuk mund të doje një dasmë aq parallore dhe një djalë aq të edukuar dhe të pasur, e pyeti një komentues. Në dhimbje, Eva ju përgjigj: nuk dua që miliona shqiptar të më dëshirojnë vdekjen sepse po mburre me para që mund të jenë të vjedhura nga fondet publike. E di që më ndjek çdo ditë, por do ta bësh këtë një ditë pas dasmës tënde. Është më shumë se patetike. Por sot në një deklarat për Live from Tirana, Eva ka shpjeguar arsyeën e reagimit të saj. Besoj se shumë njerëz u ka ardhur si bombë, pasi nuk është në natyrën time të shkruaj kështu apo të merrem me deklaratat të tilla. Më vjen keq për gjithë këta sepse era është totalisht në kurth. Ishte një përgjigje e kthyer pas provokimeve të një pasnjëshme në anglisht nga e njëjta adresë dhe për t'ia mbyllur gojën, u krijua një situatë e pakëndshme. E them me bindje kurth, sepse gazetat e morën në mënyrë të një pasnjëshme komentin, gjë që nuk kishte ndodhur më parë. Fatkeqësisht, dhe pa dashur u bëra pjesë e një telenovele që realisht nuk dua të jem pjesë. Jetë të lumtur për të gjithë, ka thënë ajo në reagimin në saj pavarësisht të komentit që bëri në rrjetet sociale, duke tërhequr gjithçka që ka thënë.